Zotë Mërkoç, që të ndalemi pak tek seanca e fundit e gjykatës kushtetuese sa i përket çështjes së Belinda Ballogut, ku shqyrtua ankimi i kryeministit Edi Rama në raport me këtë çështje, dhe nga ana tjetër prokurori i SPAK-ut ngriti shqetësimin se Belinda Balluku në kushtet aktuale që ndodhet mund të prish provat, mund të intimidoj persona, mund të krijojë rrethana të tilla të pabarabarta mes operatorëve të ndryshëm në treg, por nga ana tjetër edhe mund të arratiset nga vendi. Në këtë rast, çfarë po ndodh mes drejtësisë, Edi Ramës dhe Belinda Ballukut? Në fjalimin që Rama mbajti, tregoi hapur që të gjithë pushtetin, pra, të gjithë pushtetin e tij ai e ka në dorë. Përveç SPAK-ut. BKH-s dhe SPAK-ut. Prandaj thash në fjalimin e tij, ai në çdo fjali kishte SPAK. Dhe ky ishte presion i hapur ka shi SPAK-ut. Në dytën kohë ishte presion edhe ndaj gjykatës kushtetuese. Se ishte e njëjta situatë. Zhvilloi seanca. Në seancë gjykatës kushtetuese u pa qartë, qoftë përfaqësuesi i presidentit, i kryeministrit, i parlamentit, ishin në një linjë. Pra, mbrojtjen e kishte një linjë, një dorë e shkruar. Ajo që prokuroria i qëndroi strikt dhe argumentoi ishte ta mbledh vetëm me një fjalë, përfaqësuesi i SPAK-ut, bëri deklaratën dhe tha Belinda Balluku ka tentuar të ndërhyjë në proces dhe të prishë provë. Kjo ishte e gjithë thelbi i asaj mbrojtje që bëri SPAK-u. Me të drejtë, duke thënë që marrjen e pasaportës dhe pezullim nga detyra, unë e kam në ligjen kushtetutë. Dhe realisht e ka. Dhe ja kanë dhënë vetë të drejtë. Dhe këtë të drejtë që i kanë dhënë vetë, mirë po pezullimin, ai nuk do ta marrë për rojën. Pezullimin do ta marrë për ata që kanë mandat, që kanë imunitet. Do ta marrë për sekretarin e përgjithshëm, supozojmë, do ta marrë për një ministër. Se ai s'ka për ta marrë për rojën e derës. Dhe në këtë rast, Rama po luan me çdo kusht për të shpëtuar Belinda Ballukun. Ose për ta shtyrë sa më tepër dhe do të shihni ajo që e kam deklaruar që Rama do sjelli në parlament tashmë, do sjelli për ndryshimin dhe heqjen e kompetencave, disa kompetencave të SPAK-ut. Ja? Dhe duke pretenduar për ta futur në lojë edhe opozitën që ta votoj, keni të bindur për këtë, do çoj dosjen e 21 janarit. Do ta çoj që do ta gjykoj prokuroria e përgjithshme, jo SPAK-u. Dhe prandaj dolin atje ai dhe tha edhe për ndryshimin kushtetues, të ndryshojmë kushtetutën. Pra ne tash na ndryshojmë edhe kushtetutën. Po në këtë rast, a mund t'ja lejojnë amerikanët këto lëvizje Edi Ramës, duke qenë se disa herë ai pati një lloj lehtësimi kur tha që amerikanët ikën nga SPAK-u, qoftë përfaqësues të DEA-s apo të FBI-s, dhe më pas duket që është tërhequr nga kjo gjë sepse ata u rikthyen sërish aty. Dhe në këtë rast, a mund t'ja lejojnë amerikanët një gjë të tillë teksa kanë dhe vetë përfaqësuesit e tyre, qoftë të FBI-s apo të DEA-s? Ai u kënaqet, siç u kënaqet gjithë politika shqiptare, apo gjithë strukturat e shtetit shqiptar, kur SPAK-u hiku dhe doli me zë dhe me figurë dhe tha që hiku, tash i tha Amerika, tha ju, dhe tha që hiku Amerika njërën tjetër, dhe gjithë ishin në unison në këtë pikë, me hikjen e FBI-s. Rikthimi i FBI-s, se jemi i vetmi vend, jo në Ballkan, por në Europë, që ne kemi FBI prezent në një institucion si që është SPAK-u. Dhe rikthimi, jo më kot ju thash, në fjalimin e tij ai kishte gjithë luftën kundër SPAK-ut, pra luftë kundër Amerikës. Lufta kundër SPAK-ut është luftë kundër Amerikës. Sepse kanë investuar aty brenda, nëse ju kujtohet, Dumanin kur ka qenë në parlament e deklaroi pothuajse hapur fare. Ne tha
Të gjithë veprimet i kemi në bashkëpunim me FBI-n dhe DEA-n amerikan. DEA nuk e ka përmend fakt, FBI-n. Jemi me FBI-n në bashkëpunim të plot. Po mirë, më fal, gjithë të investime që po bën dhe këta të BKH që bën stërvitin, bën ato trajnimin që bën ata. Tani shpejt e bën. E bën për t'ia lënë Ramës në dorë. Absolutisht, por ky thash të vetmin duke mos pasur këtë, prandaj u përmend atë që dosin e Justinian do përdori dosin e Justinianit për t'i heq kompetencat dhe për t'ia kalu prokurorisë përgjithshme. Dhe në këtë moment kapi në ngërç opozitën për ta votuar. Ma kuptoni drejt se çfarë është lut ky? Është lut i soj si me atë që thot do ta prish televizionin shtetëror dhe në të njëjtën kohë ka ngritur një projekt për të bërë parlamentin një televizion. Pra t'japi ato që do ai. Propagandë. Pra ta prish këtë se të ndërtoj këtë. Pra t'ja heq këti, t'ja jap këti që dua unë, se këtu e komandoj, këtë nuk e komandoj, do t'a i tregoj hapur që Spaku nuk e komandon. Nuk e komandon Spaku. Dhe fjalimi ti ishte, thash, çdo fjali kishte emrin e Spakut në çdo fjali. Presion i hapur kundër Amerikës. Po mos harrojmë se ka bërë edhe paqen fiskale. Ka miratuar edhe paqen fiskale. Do shofa do ta çojë opozita në gjykatë kushtetuese? Se Amerika ka qenë kundra. Para 4 vjetësh kur ky kërkoi ta bëj, Amerika doli kundra. Ndërsa kësaj radhe doli kundra dhe BE-ja, doli kundra FMN-ja. Po të lexoni raportin e FMN-s të 2025-s, fundit 2025-s, kur ka raporti është i nxirr. Është njësoj si raporti i vitit 1996. Identik, mota mos, sikur e kishte po fotokopje. Vetëm i kishte ndryshuar datë. Për ne po them, ky do luaj çdo lloj loje, do bëj çdo lloj mënyre për të shmangur Spakun. Dhe jo pa qëllim tha që ne kemi 83 vota dhe ne e mbrojmë Spakun. Çka do të thotë? Ta përkthesh nga ana tjetër. Çfarë i tha? I tha që pra jam unë këtu me votat e mia, unë marrë dhe të opozitës edhe të shkri. Dhe këtu e kishte gjithë synimi ti ky është. Dhe prandaj mundohet mos ju duket çudi se atë gjykatë kushtetuese ata 5 gjyqtarë ai ka të kapur. Se janë Sorosit ata. Me Kendi Ibrahim e kompani. Dhe ju mos dukeni çudi kur gjykatat kushtetuese të luajnë ai lojë. Kush është loja? Ta qojmë të Komisioni i Venecias. Ta qojmë Komisioni i Venecias, thotë gjykata kushtetuese. Për interpretim. Dhe ta shtyp. Derisa ky të bëjnë gjithë mënyrë për të bërë një makinacion tjetër.